Ne nuk harrojmë, ne nuk do të harrojmë kur. Në ambientet e konsulatës përgjithshme të Republikës Kosovës në New York, shefi i misionit ambasadori Geri Mreka dhe Mark Gjonaj, kryetari i Këshillit Koordinues të Diasporës Shqiptare, organizuan një tubim përkujtimor të veçantë. Në këtë aktivitet morën pjesë aktivistë komunitetit, përfaqësues shoqatave shqiptare të New Yorkut dhe disa pjesëtarë të batalionit Atlantiku, përfshirë ish komandanti nga Nisheu, të cilët u mblodhen për të nderuar viktimat e genocidit të kryer nga Serbia në Kosovë dhe për të ripërsëritur thirrjen për ndëshkim ndërkombëtar të autorëve të krimeve të klasifikuar si të tilla nga Koventa AUKB. Sipas njoftimit zyrtar të konsullatës së Kosovës në New York, ambasadori Reka dhe Mark Gjonaj, të cilët të drejtuan ngjarjen, rikujtuan faktet e hidhura që ende presin. Serbia vrau 13.950 shqiptarë dhe përdhunoi mbi 20.000 qytetare të Kosovës dhe ende nuk ka gjetur rreth 1.620 persona të zhdukur me forcë.